Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني بسم الله الرحمن الرحيم. Falënderimet, lavdrimet qofshin për Allahun xhalla shanuhu. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e fundit. Besimtari i sinqert duhet të jetë i moralshëm dhe të largohet moralit të keq. Besimtari Allahu xhalla xjalaluhu duhet ta shikon jetën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe ta ndjek rrugën e tij në haje, në pije, në veshje, në sjelljet e tij me antarët e familjes, me komshit, me robrit, me punëtorët, me gjitha kategoritë e njerëzve. Duhet me shiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se si ka vepru me ta, po ashtu edhe ne të veprojmë sigur që ka vepru ai. Dhe as se si mos ta kemi moralin e keq. Sepse morali i keq është ai cili na çon në zjarr të xhenemit. Nëse ne posedojmë moral të keq, do me thënë nuk jemi në rrugën e të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam. Besimtari duhet i largohet moralit të keq. Besimtari duhet i largohet moralit të keq. Besimtari nuk guxon nga goja e tij që të dalin fjalë të këqija. Sikur që ka thënë njëri prej dietarëve, nëse dëshiron të flasësh keq në vend të fjalës së keqe, thuj subhanallah, përmend Allahun xhalla xjalaluhu, apo thuaj një fjalë të mirë, nga sa Allahu xhalla shanuhu na urdhëron dhe kërkon nga ne që të flasim mirë. E prej njeriu të keq nuk dalin fjalë të mira, përveç se fjalë të këqija. Andaj duhet të kemi kujdes nga morali i keq. Nga morali i keq është që çdo herë njeriu të ankohet. Nëse ka poste, nëse ka postin e lartë, është drejtor shkolle, është drejtor shoqate, është udhëhec i një grupi dhe fillon të ankohet, nuk punojnë, nuk angazhohen, nuk e bëjnë këtë, nuk e bëjnë atë. Dhe lavdatat ja qëtë vetës së vetë. Unë e kom bërë këtë, unë e kom bë atë e kështu me radhë. Kjo nuk është cilësi e besimtarit. Kjo nuk është cilësi e mirë. Andaj duhet të kemi kujdes. Jo të ankohemi dhe jo të kritikojmë njerëzit vetëm me kritika. Mirë po, ta kritikojmë vetën tënde. Se sa ki punu, çka ke bërë, ku ke arrit, jo mi kritiku të tjerët. Po ashtu prej moralit të keq është se shpejt zemrohet, nëse diçka i thu, edhe nëse e këshillon për hir të Allahu xhalla xjalaluhu, ai zemrohet. Minjëherë nuk pret me përfundu ti këshillën tënde që e ke, mirë po minjëherë zemrohet dhe nuk e pranon këshillën. Nuk është cilësi e besimtarit, nuk është cilësi e mirë. Andaj duhet të kemi kujdes vëllezër besimtar. Po ashtu prej moralit të keq është që njeriu të rrin i mrolur karshi vëllaut të tij. Mirë po, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nuk ka qenë i tillë. Pejgamberi a.s. ka thënë: "Wa tabassumu fi wajhi akhika laka sadaqa", buzëqeshja në fytyrën e vllaut ton është sadaka lëmosh. Andaj, nëse dëshiron me fitu sevape dhe me dhënë sadaka, atëherë kur të takosh me vëllaun ton, buzëqeshi o vëlla musliman, dhe mos ju mrol karshi vëllaut ton. Po ashtu vëllezër besimtar, prej moralit të keq është që të tallesh me shokët e tu, me kolegët e tu. Nëse dikush din më tepër se ti tallesh me ta. Apo me fizionominë e ti, apo me pamjen e ti, tallesh ti me ta. Kjo është prej moralit të keq që nuk guxon besimtari Allahu xhele xhelaluhu të tallet me vëllezërit e tij. Me krijesat Allahu xhele xhelaluhu në përgjithësi nuk ka të drejtë, nuk guxon që të tallet. Nëse dikush është më i bukur, apo më i gjatë, apo më i shkurt, nuk bën që të tallesh ti me ta. Mirë po, të jesh i sjellshëm, të jesh i edukueshëm me krijesat e Allahu xhele xhelaluhu, pa marr parasysh, po edhe nëse ka tjetër fe, nuk guxon ti që të tallesh me ta, sa ajo është krijesa Allahu xhele xhelaluhu, për to jep llogaria për veten e vet. Mirë po ti nuk guxon dhe nuk ke të drejtë që të tallesh me ta, e sidomos me vëllezërit e tu, me kolegët e tu të cilët punojsh ti ditë e natë, me ta nuk guxon më u tall. Po ashtu prej moralit të keq është që ta quajmë veten tënde, apo që të tharasim njëri tjetrin me llagape, i shkurt, apo i verbër, apo diçka tjetër, apo me një llagap që nuk ka dëshirë njeriu të ta quan veten e tij. Pejgamberi Allahu xhele xhelaluhu në Kur'anin famlar thot: "Wala tanabazu bil alqab, bi'sa ismu al-fusuq ba'da al-iman." Mos e çuni, mos e thirrni veten tuaj me llagape. S'ka nevojë. Emrin që ta ka zgjell prindri yt, emrin e mirë që ta ka zgjell baba dhe nana jote, me atë emër thire me emër më të mirë, edhe jo me llagape të këqija. Po ashtu vëllezër besimtar, prej moralit të keq është mendjemallësia. Morali keq është ky: unë nuk ri me ta, unë nuk pi me ta kafe, unë nuk haj buk me ta, aj kërkushi nuk është, aj ashtu e ky kështu. Jo vallahi jo. Besimtari Allahu xhele xhelaluhu është modest dhe ulet me gjithkan, pin kafe me gjithkan. Nëse ai është mëkatar, ti duhesh ta largosh atë, nga se ai është i sëmur dhe ti duhesh ta shërojsh atë, ta këshillon atë njeri dhe mos ta braktisim ashtu, se nëse e braktis ti të pacientin e sëmur, ai do të smuhet dhe do të vdes. Mirë po nëse ti afrosh ati dhe rrin, me to e këshillon, vallahi e shpëton një njeri. Andaj, jo me qenë mendje madh, por me qenë modest, sikur që ka qenë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Ka nejt me robin, ka bajt, ka punu vet, ka qep teshat, ka pastru shtëpinë e kështu me radhë. Njeriu duhet të jetë modest dhe jo me qenë kibërli, sepse kjo cilësi është cilësi e keqe dhe nuk duhet të gjen vend në zemrën e besimtarit dhe në moralin e besimtarit. Andaj duhet që t'i largohemi cilësive të këqij, duhet që t'i largohemi moralit të keq dhe ta ndjekim rrugën e të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam, rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rrugën e sahabeve shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, rrugën e dietarëve të mëdhej, të jemi modest sikur që kanë qenë ata. Andaj vëllezër besimtar, të ruajmë moralin ton dhe mos të kemi moral të keq, sepse moralin e keq nuk e don Allahu xhele xhelaluhu, po ashtu
as njerëzit nuk e dojnë. Andaj, kujdes vëlla musliman, kujdes, kujdes, kujdes. Lusim Allahun xhalla xhelaluhu që të na stolise me moral të mirë. Lusim Allahun xhalla xhelaluhu që ta ndjekim rrugën e të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam në sjelljet tona dhe në jetën tonë përgjithësi. Lusim Allahun xhalla xhelaluhu që përfundimi jon të jetë përfundimi mirë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. يا قلبي ونوبي